Këshilli i lartë i drejtësisë nuk ka kryer punën e tij lidhur me zgjedhshmërinë dhe pajtueshmërinë e anëtarëve. Ka marrë kompetencat e ministrit të drejtësisë lidhur me shpalljen e vendeve vakante për krerët e gjykatës, si dhe nuk është marrë asnjëherë vendim për magjistratët. Këto janë disa nga shkeljet e konstatuara nga Komisioni Hetimor për 2 anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Këshilli i Lartë i Drejtësisë nuk e ka kryer konform ligjit verifikimin e pajtueshmërisë së ushtrimit mandatit për vetë anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Për sa i përket pikës së dytë, ajo që ka të bëjë me emrimin e magjistratëve, asnjëherë nuk është qyrtuar, asnjëherë nuk është marrë vendimarrje. Marrjen e kompetencave nga KLD-ja të ministrit të drejtësisë lidhur me shpalljen e vendeve vakante, mos emrimi i kryetarëve të gjykatave, duke e mbajtur për një kohë të gjatë si të komanduar, si të deleguar, për riorganizimin e gjykatave nuk është vepruar në kohë, ka një zvaritje në fakt. Kemi edhe 2 raste që pretendojnë në kërkesë për mos marrje në shqyrtim për një kohë të gjatë dhe mandej rëzimin e njërës prej kërkesave, bëhet fjalë për prokuroren e përgjithshme dhe për ish kryetaren e gjykatës lartë, zonjën Beçaj. Nga procesverbalet rezulton që kërkesat e tyre janë lënë në heshtje për muaj me radhë. Subashi ka apeluar sërish të opozitën që të bëhet pjesë e Komisionit Hetimor. Ndërsa deputeti Spartak Brau bëri të ditur se është konfirmuar nga Prokuroria e Tiranës se ndaj nënkryetarit të KLD-s Elvis Cefa është regjistruar procedim penal për shpërdorim detyre në kohën kur ishte kreu i Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, dhe kjo sipas tij duhet marrë parasysh nga komisioni. Në fund të mbledhjes, Subashi bëri të ditur se ditën e njëjtë do të zhvillohet seanca dëgjimore mes 2 anëtarëve të KLD-s për të përgjigjur lidhur me shkeljet që pretendon mazhoranca.